perl e natyrës shqiptare krijohet natyrës si është dashur me mira dhe qindra mira vite. Ndërkohë që kjo zonë përfshihet në territorin e Republikës Shqipërisë, i është dashur që me qindra dhe me mira qytetar shqiptar në 1920 luftoni kundër kolonializmit italian që Shqipëria dhe zona e Vlorës të ishte pjesë e territorit shqiptar. Dhe që ndodh, 100 vite më vonë, ne kemi qeveri e cila quhen veten qeveria shqiptare, por që po operon me një logjik kolonialiste. Na thotë se territori është i ndarë, Begdeti është për më të pasurit oligarkët milionerët të famshmit e botës, ndërsa getot e ndyra qytetare, margjinat e periferit janë për ne të tjerë vendasit. Kemi qeveri e cila operon me logjik kolonialiste, duke na thënë se ka dy lloj qytetarësh në Shqipëri. Janë qytetarët e dorës së parë, cilët janë pasunar, milioner nga e gjithë bota për edhe vendas, jemi edhe në tjerë qytetarë dorës dytë edhe dorës tretë. Kemi qeveri e cila na thot gjithkohës numëron turistët në kufi. Sa miliona turistë vinë këtu, si po e shijojnë turistët natyrën tonë, apo në popull e pelikanin Kaçorel, ndërkohë që 70% e qytetarëve shqiptar sot nuk kanë akses në resurset e tyre natyrore, në plazhet, në malet, në vendet, cilat ne kemi mësuar në librat e historisë edhe të letërsisë që në klasë 2. Por atë nuk është i Edi Ramës, atë është i qytetarëve të këtij vendi që kanë punu, që kanë sakrifikuar, që kanë dhënë qakun dhe djersën brez pas brezi. Prandaj ne duhet ta konsiderojmë qeverinë shqiptare jo si qeveritë tonën. Kjo nuk është më qeveri e jona, kjo është i qeveri e korrupsionit, kjo është i qeveri e pastrimit parave të pista. Parat e pista sot janë kanceri i cili po gryen jo vetëm po shkatron demokracinë, po shkatron turistërinë, po shkatron qytetet tona, po shkatron edhe vlerat me të cilat ne jemi rritur, jemi mbrojtur, edhe sot kur dalim në rrugë shohin se nuk vlejnë pothuajse për asgjë. Por atheu i cili mund të jetë i fjalë që po humbet, i fjalë e cila i përket vetëm fjalorëve, është hapësira e vetme ku ne jemi qytetar dorës parë, është hapësira e vetme e cila na përket, është hapësira e vetme e cila i përket njerëzve tanë, njerëzve të djeshëm, njerëzve të sotëm, edhe njerëzve të ardhmes. Prandaj poshtë logjika kolonialiste, rrofshin qytetarët shqiptarë, rroft atheu ynë. Atheu i cili nuk ka trar, nuk ka karre, por që i përket gjithë qytetarëve të këtij nga veriun jug, nga lindja në perëndim. Faleminderit.